Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. U bëra dëshmimtare e Jovait dhe tani po t'rregoj sekretet që nuk duhet i dija kurrë. Nuk më kishte shkuar mendja se do të bija në këtë grack. As që kisha dëgjuar më parë për këtë, por për mua ishin thjesht disa njerëz të qetë që shpërndanin broshura pranë liçenit, duke buzëqeshur me një qetësi të frikshme. Dëshmimtarët e Jovait dhe thoshnin se jeta ime mund të ndryshonte nëse vetëm u jepja mundësinë të më tregonin rrugën e vërtetë. Isha në një moment shumë të keq. U ndava nga një lidhje 5 vjeçare, humba punën, prindrit më kritikonin për çdo gjë. Ishte një periudhë ku çdo njeri i butë më dukej shpëtim. Dhe ata e dinin këtë gjë, e nuhatën dobësinë time. Një vajzë e quajtur Mira me sy të qetë dhe buzëqeshje të ëmbël filloi të më takonte çdo ditë. Më sillte çaj, më dërgonte mesazhe motivuese, më dëgjonte kur qaja dhe më thoshte se po të bëhesha dëshmimtare e Jovait, do të kishte një plan të veçantë për mua. Në fillim, u ndjeva shumë mirë, si të më kishte hapur dikush një derë, por isha shumë e verbër për të parë që ajo derë po mbyllej pas meje. Më kërkuan në fillim të hiqja dorë nga disa miq toksik, pastaj nga muzika që dëgjoja, nga filmat mëkatar, nga veshjet e hapura, nga rrjetet sociale, gjithmonë për të mirën time. E pranoja, e justifikoja dhe fillova ta besoj. Deri ditën që më thanë se duhet të shkoja në qendrën e përkushtimit, një shtëpi e madhe jashtë qytetit, ku antarët e rinj pastronin shpirtin. Mira më tha, është vetëm një fundjavë, do të kthehesh e rilindur. Unë guta ta pranoj, në atë kohë nuk dija sa shumë mund të humbisja. Një vilë 3 kaçe e bardhë me një obor të madh. Banorët e qendrës ishin shumë të qetë, shumë të sjellshëm, të buzëqeshur, të gjithë pothuajse njësoj. Nuk e kuptova se nuk ishte qetësi. Në fakt ishte nënshtrim. Dhoma ime ishte shumë e thjeshtë. Mbi shtrat një libër i trash me titullin Rruga drejt dritës së pastër dhe një letër me rregullat. Zgjimi në orën 4:30, lutja në orën 6, studimi në orën 8, asnjë pyetje e panevojshme, nuk duhet të kundërshtosh, nuk duhet të prekësh askënd dhe mos të dalësh nga dhoma pas orës 10. E mora me sportivitet, mendova se ishte thjesht një komunitet disi strikt. Por nata e parë më tregoi se nuk ishte një komunitet, ishte një kult. Rituali i parë na futën në një sallë të madhe të errët, që rinjt na ndriçonin fytyrat sa për t'i dalluar mes errësirës. Të gjithë qëndronin të qetë, të palëvizshëm. Udhëheqësi quhej Ati Luan, një burr rreth të 50-tave me zë të butë dhe sy të ngrirë. Ai tha, drita flet natën, kush ka mëkate le t'i pranoj, kush ka dyshime le t'i dorëzoj. Pastaj na kërkoi të nxirnim sekretet tona më të thella. Fillimisht ishin gjëra të vogla, frikë, pasiguri, ndonjë mendim i keq, por shumë shpejt u kthye në rrëfime të dhimbshme, intime dhe traumë. Ata i donin sekretet tona, i shkruanin dhe i ruanin. Një natë pash një vajzë që nxori gjithë shpirtin para tyre dhe e pash atë Luanin duke i buzëqeshur me kënaqësi të sëmur. Atëherë e kuptova se sekretet ishin litarët me të cilët ata na mbanin të lidhur. E vërteta filloi të shkonte më thellë. Një mëngjes, teksa pastroja bibliotekën, gjeta një fletore të vjetër të fshehur në një raft. Ishte ditari një vajze tjetër e quajtur Elina. E hapur në faqen e mesit, shkruar me dorë që dridhej. Duke shkruar, ata thonë se më duan si motor, por natën më thërrasin. Thonë se po më pastrojnë, por unë ndjej që ata po më marrin shpirtin. S'më lën të ikin, nëse dikush lexon këtë, largohu. Dhe më poshtë një fjali e fshirë shumë herë, por ende e lexueshme. Ai nuk është profet, ai është monster. Ma mori frymën, e mbylla librin dhe atë natë nuk kam fjetur. Një nga gratë i qendrës, Arta, më pa shumë të shqetësuar. Më afroi gjithmonë me buzëqeshje të zgjatur, sikur donte të thoshte që dinte diçka që unë nuk e dija. Një natë më tha, mos bëj shumë pyetje, disa që kam pyetur nuk janë më. Nuk mund të flisja, pastaj shtoi me një zë që mezi dalloi. Ti nuk je e para që nuk përputhet me rregullat.
por mos prit dikë të shpëtoj, këtu askush nuk largohet me leje. Aty fillova të kuptoj që isha brenda një ferri të heshtur. Në natën e 5, Atluani njoftoi se për mua do të bëj një ritual pastrimi më i thellë. E dija ç'do të thoshte, e kisha parë tek të tjerët. Një vajzë quhej Ledja, u fut në atë dhomën e mbrapme me ta, doli 3 ditë më pas e zbrazët si një guask. Nuk fliste, nuk qeshte, nuk qante. Tani radha ishte e imja. Kur më thirrë në korridor, zemra më rihte aq fort sa mendoja se do të më zbulonin vetëm nga tingulli. Ndërsa ecja drejt dhomës, mendova për të gjitha gjërat që kisha humbur, për veten dhe për lirinë time. Pastaj pash një dritare të vogël në fund të korridorit, pa hekura dhe pa roje. Nuk pata kohë të mendohesha, vrapova e hapa me forcë, u hodha nga kati i dytë dhe u rrokullisa në barin e lagësht. Mu pren këmbët, por u çova. Vrapova derisa mu shkrit mu dogjën dhe mu bëj gjithë veshja uji. U fsheha te një shoqe për disa javë, ndryshova numër, ndryshova adresë, por telefonata nga numra të panjohur vazhdonin të binin. Ndonjëherë më shohin në rrugë dhe 2 gra me fustan të gjatë ndalen, më buzëqeshin dhe më thonë: "Zoti nuk harron." Ndonjëherë natën zgjohem ende me djers me zërin e Atluanit në vesh. Ndonjëherë e kthej kokën në rrugë se më duket se dikush më ndjek. Por unë jam gjallë dhe po tregoj të vërtetën, sepse askush tjetër nuk duhet të bjerë në errësirën ku unë rash.